Atëherë përshëndetje për gjithë, faleminderit për kohën. Shkurtimisht, po besoj e di që është bo pak e lodhshme edhe për qytetarët, edhe për mediat, edhe për këtë ata që na përcjellin. Po me rëndësi është, po besoj që lëvizja vetëvendosur tani më ka treguar që është konstruktive, këtë hapat e procesit që për synim ka pas zhbllokimin e Kuvendit të Republikës. Pra ju e dini që na po vim edhe po votojmë për. Bllokues janë ata që votojnë kundër. Pastaj ka qenë një trysni e madhe duke thonë që duhet një diskutim mes subjekteve politike. Kryeministri Kurti i ka thirrë, ju e dini që ata nuk kanë ndrruar qëndrim. Pastaj është thonë që duhet një marrëveshje politike më gjithëpërfshirëse. Është bërë edhe kjo për kryeministrit Kurti, ku i ka bërë ofertë LDK-s që ta bëjmë një marrëveshje edhe për Kuvendin, edhe për qeverinë. Po LDK-ja ka refuzuar dhe ju e dini, ndoshta është pyetje më e mirë mja bërë LDK-s pse ata refuzojnë me orë pa PDK-n. Për shkak se për mua është komplet e palogjikshme, ku lëvizja vetëvendosje vetëm me LDK-n 48 plus 20 bën 68, përfshi këtu edhe komunitetet jo serbe me 78 deputet një qeveri, po besoj që ja kishim dole edhe te presidentin me boni zgjidhje. Po LDK-ja refuzoi për shkak se tha na nuk vim pa PDK-n. Për neve është e papranueshme dhe ne refuzojmë me bë çfarë do oferte për PDK-n. Kjo po besoj duhet më përgjigj LDK-ja. Por çka është me rëndësi, besoj se tash është edhe një kërkesë nga AK-ja në gjykatën kushtetuese. Shpresoj uroj që gjykata kushtetuese të del sa më shpejt për me i dhënë një përgjigje konstituimit të Kuvendit, nëse e morrin të pranueshme, për shkak se për ne është e qartë tani me gjykimi thot pika 128 ku mund me qenë votimi i hapur ose i fshet. Pra, na jemi të provu alternativa të ndryshme, po është e pakuptueshme gjithë kjo blokim që vjen për opozitës edhe refuzojnë me lëviz. Propozimi është i joni, kur vjen një subjekt tjetër edhe jep propozimet e veta, duhet me kuptu që është e drejtë e jona, për ato s'bëhet kompromis. Kështu që për fund, uroj që gjykata kushtetuese morë parasysh rëndësinë e situatës ku gjendemi, t'i jep sa më shpejt përgjigjes edhe kërkesës së AK-s, po edhe kërkesës tonë që kemi bo për votat e vjedhura nga LDK-ja. E para të propozimi për zonjën Haxhiu, po besoj ju po thoni pse s'pi pranoni propozimet e tjerëve, derisa gjykata kushtetuese ka thonë se na takon neve propozimi. E para. Dëgjoj. LDK-ja del thot na nuk e votojmë asnjë kandidat. Kjo të regon që LDK është komplet përgjegjëse për blokimin. Pro, çfarë kompromisi aty? E dyta, PDK-ja thot, na nuk e votojmë asnjë kandidat që ka qenë pjesë e qeverisë. Ministra, zavendës ministra. AK-ja thot, na e kemi një propozim tonin. Propozimin atakon neve, edhe derisa dikush nuk ka një arsye të shëndosh, që dele kundërshton zonjën Haxhiu, na s'mundemi ju nështru dëshirave të opozitës. Prandaj bllokimi vjen për tyne, e ju spesoj që është përgjësia jona me javë plësu dëshirat atyne për me zhbloku, për shkak se na takon neve. E njëjta, para me në situatën, si kur të votojë Albulenat, vinte në kryetorët. Po na ta blokonim, ju gjithë kishtë thonë pse pe blokonin në kryetorën, është propozimi LDK-s, ju s'du të mu vetë për ato. E na po thujmë, edhe ka qenë një për ofertave, që hajde e bojmë si pako. Edhe kryetorën e Kuvendit, edhe në kryetorët i votojmë si pako. Unë s'po thamë, kënë ka me qitë LDK-ja, mbase mësë mu pëlqy. Po na s'po javë shtym atyne idenë që na me javë dhonë propozimin cili me qenë nën kryetor i LDK-s e as i PDK-s. Po gjykata kushtetuese, veç për qytetarët të mendoj edhe për juve që e dini, është shumë e rëndësi. Gjykata dhe kushtetuta e ka përcaktu kujt i takon Kuvendi. S'ka kompromis. Kryetori i takon partisë fituese dhe 3 nën kryetor, partisë fituese 1 dhe LDK-s e PDK-s këtë rast. Pra, nuk ka hapësirë këtu për marrëveshje për shkak, për qeveri po. Për Kuvend tani më është e përcaktuar kujt i takojnë edhe besoj që po veç është shumë e rëndësi që po mënej nuk po theksohet mjaftueshëm këtu, që LDK-ja, PDK-ja, përfshi dhe subjekte tjera, po ja refuzojnë të drejtën me votu, që ajo është antikushtetuese, për shkak se drejta për me formu një komision, ata pëthojnë deputetëve tjerë mos merr një pjesë. Që kjo është antikushtetuese, për shkak se edhe aktgjykimi e thot që duhet me votu pro kundër,
ose me abstenu. Pse nëse na e kena ofruar si alternativë, na nuk e dim se a votohet ose a i merr votat Albulina apo jo, po megjithatë ne kena thënë si alternativë ta bëjnë me votimin e fshehtë. Ta pja dënojnë të drejtën deputetëve vet me marr pjesë në votim. Jo për shkak se është bë pyetje, çfarë ju e dini shikoni jak gjykim gjykatës që thotë na sjena këtu trup këshillëdhënës. Po ta shohim, po ata i kanë dërguar komentet e veta, e kanë dërguar kërkesën e tyre që thotë vendimin për mosvotim, që nëse di që ka pos vendim për mosvotim, po megjithatë, unë mendoj që gjykata kushtetuese mor parasysh rrethonat rëndësisë së lartë që gjendemi, mendoj që duhet më dhënë përgjigje sa më shpejt. Edhe për këto, edhe për rastin tonë që e kemi dërguar për vjedhjen e votave me poshtë nga LDK-ja. Po, ata shpjegoj, shumë mirë, faleminderit. Po pyetja është çish mundi edhe me u anku që LDK-ja ka vjedhë vota me post, edhe njëkohësisht me i kërku koalicion. Dëgjoj, ata njerëz janë përgjegjës për vjedhjen e votave me post, duhet me shku në burg. Na s'kemi thonë që kur bëhet LDK-ja me neve, që ta njerëz me i kërku prokurorisë së gjykatave mos i dënoni. Ata njerëz, po besoj kemi ofruar dëshmi të mjaftueshme, mundi po edhe postimet që i kanë bëne, ku ka dëshmi të mjaftueshme që LDK-ja ka qenë e përfshime në vjedhjen e votave me post. Kështu që kjo pjesë i takon sistemit të drejtësisë edhe ta bojnë punën e vet. Unë nuk mendoj që këtë LDK-ja ka qenë e përfshime, për shkak se ka postë edhe deputet të LDK-s që janë ankur që ja kanë vjedhë votat me post. Prandaj janë të ndara. Jo, dëgjoj, tashti si parti, unë mendoj që ka qenë, që kanë thonë deputetë e LDK-s, skem organizuar kriminale. Aty tash kush ka qenë i përfshim është punë e prokurorisë. Ne vetë që kemi ofruar dëshmi që ka njerëz, për shembull si Baria Hyseni, një prej kandidatëve të LDK-s, ku në Kosovë, ku kanë votuar 800.000 qytetarë, i ka marrë 2 vota në Skënderaj, kurse në vota me post i merr 82. Pa mundën. Do të pos 40 fishin e banorëve të Skënderajit që jetojnë në diasporë për mi morë çdo vota, matematikisht. Kjo është e pamundur, prandaj kjo pjesë i takon prokurorisë, edhe shumë e mirë me shku para prokurorisë, mi bëu presion sa më shumë për me i djegë se kanë dëshmi të mjaftueshme që ka pos skem të organizuar kriminale të vjedhja e votës me post. Të gjë, propozimi për kandidatën ata ka neve. Na nuk duhet... Po nëse, edhe për në herë të tjera në vite, 36 herë në total, pra deri sa... Vazhdojnë, ose edhe 36 herë të tjera, sa herë kemi me lani? Dëgjë, për neve është shumë e rëndësi, blokimi ndodh për atyne që votojnë kundër, në rastin e votimit të hapur, ose atyne që s'po marrin pjesë. Por përgjithësi është atyne që e kanë bloku. Propozimi kushtetuta po thotë na takon neve. Kryetarja e kuvendit po thotë kushtetuta na takon neve. Nën kryetot ju takojnë atyne. Ata po refuzojnë me votu për shkak se s'piu pëlqen kandidati, e po besoj që kjo s'duhet më kon kriter me qenë se kushtetuta e ka përcaktuar kujt i takon kryesia. Kryesia është organ administrativ. Ju dini se s'ka fuqi ekzekutive. Këta janë të bëjnë për arsye të tjera që po besoj duhet më dhon përgjegjësi, se ata janë bllokuesit, ata duhet më dhon përgjegjësi para shqiptarëve dhe para juve që janë të blloku kuvendin e Kosovës dhe rrjedhimisht edhe afatet për formimin e qeverisë. A mendoni që Albulina Haxhiu ka më pas më shumë vota, a dini ndonjë deputet PDK-s që ka më votuar për Albulina Haxhiu në votim të fshat? Kështu, si pyetja është a kish më ndryshu pra votimi te votimi i fshat. Votimi i deputetëve në këtë rast. Për neve e kena ofruar si alternativë me qenë se gjykimi i gjykatës na jep. Pse opozita po javmohan të drejtën deputetëve të vet me votim të fshat? Jo. Nuk është një sistem, është e drejtë. Nëse është e drejtë edhe gjykata ta lejon, gjykata kushtetuese, gjykimi thotë ko drejt edhe të hapun edhe të fshat. Tash të hapun e kemi provu para qytetarëve, kanë thonë jo, po votojnë kundër. Të fshat ka diskutime mes deputetëve, që unë mendoj deputetët e LDK-s dhe të PDK-s që besojnë që këta janë fut me një udhë pa krye. Ju e dini te verifikimi i mandateve, raportit. Nuk e kanë votu, hene me një udhë pa krye, pastaj e ronë pishman edhe ndrun. Tash këtyne pjuvje morë me dole 2 herë që janë gabim, e mendoj që votimi i fshat ka mundësi,
Është potencialisht mundësi ku disa deputet i jopin udhë kësaj pune edhe votojnë për Albulenën për. Ja, se s'banë se ata ashtu që i ndorën edhe për, kështu që s'moj me dhona. Që shumë e rëndësi për shkak se me kuptu pak edhe pyetjen, ka mungesë të vullnetit politik. Po s'ka për shkak se kryeministri Kurti i ka ofruar marrëveshje politike LDK-s, e cila amlet përgjigjen? Amlenit përgjigjen për shkak se qytetarët atje nuk ju shohin edhe juve dhe mu. Nëse amlet përgjigjen. A ka pos ofertë për kryeministrit Kurti, te LDK-ja, me bo marrëveshje politike për zhbllokimin edhe të kuvendit, edhe të qeverisë. E kanë refuzu, vullneti jonë, është të regu në hapa të ndryshëm ku kemi ofru alternativ pas alternative, mirë po refuzojnë. LDK-ja po thotë, une nuk vi pa PDK-n. Na refuzojnë me shku me PDK-n. Ata të me dole elektoratit vetë me i përgjigjë. Kështu që për zgjedhje, une po menaj edhe si deputet, po edhe si lëvizje vetë vendosje, ne kemi pos zgjedhje. Ne jemi subjekti maj votum, edhe nuk mendoj që du me pos zgjedhje, se qytetarët kanë dole dhe kanë tregu. Na kemi dy fishin e votave që ko LDK-ja, PDK-ja bashkë. Kemi njëherë ma shumë se ata bashkë. Kështu që nuk besoj që është arsyeshme me posë si solucion. Mire po, nëse subjektet politike dolin para juve, gjitha subjektet opozitore, e thojnë kemi met me një farë ngërçje dhe s'po kena kam jamojt, edhe kam met vetëm lëvizja vetë vendosje, nëse është opcioni fundit, atëherë na pa tjetër se shkojmë edhe në zgjedhje. Po nuk është opcioni jonë me qenë se ka pos zgjedhje, edhe po besoj që du të bje dhonë udhë kësaj pune, edhe është e absurde, me bloku kuvendin e Republikës Kosovës. Se është absurde me dollë me thonë opozita, Albin Kurti du të me shku shpejt, sa ma shpejt, se është e keqja këti veni, një kosisht me mbojt Albin Kurti kryeministër atje. E fundit, se... Jo, për shkak se e kemi thonë të qartë, PDK nuk bojmë, se PDK-ja për mu, po flasë këtë rast, nuk është reformu. Po këpëtën, desa o kini njerës të kontrolën. Unë menoj që me LDK-n ko hapsir me bashkëpunu me PDK-n jo. Faleminderit shumë, kalofë që i mirë. Cila është logjika, në varësi që me 28 deputet, edhe se cila partia ti që garën me qeverisë, dhe ka dëshirë me qeverisë. Cila është logjika që i ki 48 deputet, ne e ki votat për qeveri, ne i ka kalu 38 dit, edhe nëse i ki votat për qeveri, pse s'ja pesën me edhe dëshirën edhe me votu me kalu dhe me votë qeveri. Për shkak se nuk është dëshirë e ju na votimi për Albulenë. Kjo është mohimi i opozitës. Edhe pyetja është nëse ai kemi numër për qeveri. Le ta votojnë Albulenën edhe e shohim. Domethënë nëse opozita ju vën në mëdyshje, se ai kemi numra për qeveri apo ju, pse s'po e votojnë kryetorën e kuvendit, edhe nën kryetorët, e bëjmë kryesinë funksionale, edhe pastaj mund të motemi, sa tu i kemi dy ovdit ju, edhin edhe pastaj përfundat gjithçka. Tashti, a ka mundësi, dëgjoj, për shkak se kuvendi për neve është organ administrativ, edhe është i ndomë, pushteti mrena kuvendit është i ndomë, gjykata ka thonë i takon kryetori partisë fituese, nën kryetorët i takojnë partisë fituese, i pori, i dyti, i treti, në këtë rast LDK-s PDK-s. Tashti, nëse dikush për juve, ose për opozitës, e dyshën a i kemi numrat ajo, ata mujnë me votu Albulenën, i kemi dy ova fat, edhe mujnë me po, a e bëjmë qeverin apo jo. Po ata e dinë që ne e bëjmë qeverin, për andaj janë nollë dhe blokojnë kuvendit. Kështu që faleminderit shumë e përshëndetje për gjithë.